Në një lidhje drejt për drejt do të kem zotin Përparim Çaça, avokat, dhe zotin Ermal Hasimja. Ju përshëndes të dyve, faleminderit. Kënaqësi. Avokat, doja që ta nisnim bashkë, në fakt pyetjen retorike që ngriti zoti Berisha doja të ta drejtoja ty. Pse nuk më ka thirrur s'pak më herët, tha zoti Berisha? Pse mbas kaq vitesh më kërkon që të deponoj dhe të jap deklaratën time për çështjen e 21 janarit? Në gjykimin tënd, pse? Në fakt unë pash sot disa përgjigje, po themi, zotit Berisha, që ishin shumë korrekte në aspektin juridik. Pra, realisht ishte munduar që, po themi, mos bënte politik. Pra, t'i përgjigje drejt për drejt pikërisht atyre çfarë kishte kërkuar, po themi, prokuroria. Dhe që është të kryet herës faktikisht, ka dhënë një përgjigje të prerë në lidhje me zinxhirin komandues. Pra, në asnjë mënyrë nuk ka dhënë asnjë lloj urdhri për sa i përket 21 janarit. Garda është totalisht ndar, ka një ligj absolutisht funksional, që merr urdhra vetëm madje deri diku dhe mënyra se si funksionon garda. Pra, në rastin konkret, në mënyrën se si funksionon, pra fillimisht gjua në ajër, më pas të këmbët dhe më pas po marr gjithmonë citimin që ka bërë vetë zoti Berisha. Pra, unë gjykoj që ka qenë goxha shumë i sakt dhe korrekt në aspektin juridik sot në përgjigje që i ka dhënë gazetarëve. Edhe ndoshta ka bërë mirë. Për ty, nuk ishte pak evazive kjo vrasje pa dashje, zbatimi i ligjit nga ana e zinxhirit komandues? Unë besoj që do të jetë shumë e vështirë tashmë. Unë e kam thënë edhe herë të tjera. Ka kaluar 15 vjet tashmë. Provat dihen ato që janë, në një provë të re nuk ka përveç atij autopërgjimit që siç duket dhe aty nuk është se ka ndonjë diçka të qëndësishme në kuptimin për të provuar diçka. Besoj që do të jetë shumë e vështirë të paktën në kuptim të zinxhirit komandues të nivelet më të larta të shtetit. Pra, shiko, zoti Berisha ka qenë kryeministër, por nuk është pronar i godinës. Pronari i godinës është shteti shqiptar dhe normalisht ai ka qenë ushtruesi i detyrës së kryeministrit. Dhe mënyra se si funksionon më pas ruajtja e godinës, ose më themi pse jo, dhe ruajtja fizike, po themi kryeshtetarëve apo gjithë personazhet të tjerë të cilët ushtrojnë detyrën pikërisht në atë godinë, më pas është pjesë e ligjit, pra nuk është pjesë, po themi, apo një zgjidhje apo vendimarrje personale e gjithkujt që është atë godinë. Kështu që në gjykimin tim, në mënyrë absolute, sot ka qenë juridikisht korrekt fatikisht zoti Berisha. Qartë. Zoti Hasimja, një opinion tëndin për thirrjen e zotit Berisha në SPAK për deklaratën që bëri mbasi doli nga ambientet e këtij institucioni? Nuk është se mësuam në gjë të re, nuk është se u tha diçka e re. Kështu që nuk do dihet çfarë shtoja asaj që tha zotëria më herët. Berisha ka mbajtur të njëjtin qëndrim edhe më përpara. Më duket e vështirë që të përfshihet edhe ai në këtë gjë, por ndoshta SPAK-u ka pas më tepër nevojë për informacione, kështu që edhe prandaj dhe e ka thirrur. Pse nuk shoh diçka të re aty. Pse duket e vështirë që përfshihet më tepër në këtë çështje? Hasimja. Po nga ato elemente që kemi parë, duke patur parasysh edhe hierarkinë e vendimarrjes, e cila është relativisht të shkëputur nga zoti Berisha aty, është e vështirë që të mendohet që ka diçka për cilën mund të inkriminohet Berisha në këtë çështje. E kuptova. E nikën mbeti kjo puna e syrit të nxirr të shefit të gardës. Nuk e di. Ju keni një informacion çfarë ka ndodhur konkretisht? E pyetje edhe për avokatin, sigurisht. Jo, s'kam një informacion për syrin e nxirr. Gjithmonë është përfolur kjo, madje edhe ditën e sotme zoti Berisha foli për shefin e gardës. Avokat. Tani se çfarë ka ndodhur në lidhje me syrin, nuk besoj që paktën të jetë një element shumë më i rëndësishëm ose më themi që mund të hedhë dritë në diçka, për mendimin tim. Shiko, e vetmja gjë për mendimin tim, paktën tani po flas në kuptimin, po themi si njohës edhe i hetimit në përgjithësi, do të ishte ndonjë deklarim surprizë, po themi zotit Basha, apo pse jo dhe i personazheve të asoj kohë të gardës, njëri nga këto mund të ishte edhe po themi Andrea Prendi. Pra, ndoshta këtu mund të kishte një surprizë, pra këtu mund të kishim realisht ndoshta
ndonjë devinim pozitiv, po themi në kuptim të hetimit. Pjesa tjetër, unë besoj që tashmë Kamara nuk ka, totalisht të fshira, elemente të tjera, po themi të rëndësishme nuk ka, kështu që do të bëhet shumë herë më vështirë. Madje unë me sa po shoh, faktikisht SPAK po kërkon thjesht të bëjë detyrë në kuptimin e detyrave të shtëpisë, me që na e kthyet këtë çështje, sepse duhet thënë që çështë të kryet herë SPAK ka kërkuar që ta pushojë faktikisht këtë hetim. Madje mos fillim procedurë penal dhe në këtë kuptim po bëjnë këtë pjesën të detyruar, po themi, të deklarimeve që do duhet japin të gjithë personazhet më të rëndësishëm shtetëror të asaj kohe, kur ka ndodhur ngjarja dhe besoj që do mbyllet shumë shpejt, besoj që do të jetë edhe ish presidenti Topi, po ashtu dhe ish prokurori Ina Rama dhe më pas do shkojmë në një pushim të këtij procedimi. Pra, nuk po shoh realisht elemente të qetësishëm. Përveç se, siç e thash, do të ishte një deklarim, po themi surprizë, duke dhënë detaje, rrethana, fakte të qëndësishme të asaj çfarë mund të ketë ndodhur dhe që ne nuk dimë deri tani. Dhe këtë mund ta jap zoti Basha, po thoni. Po, Basha, po pse jo, dhe drejtuesi i Gardës Andrea Prengti, besoj. Qartë. Dakor, doja të bisedonim gjithashtu edhe për foltoren apo për protestën që ndodhi përpara kryeministrisë. Azimja, si tu duk e gjitha kjo? Në fakt, në fillim u fol për një protestë, Partinë Demokratike u zhvillua një mbledhje 4 orëshe, ku thuhet gjithashtu se në këtë rast ka pasur edhe zëra kundër, u pan mungesat, një ndër to për shembull një nga demokratët më të pëlqyer si doktor Ali Mehmeti. Pastaj u fol për foltore 2, e cila do të jetë po aq e suksesshme sa ajo e para. Të gjithë të zhvillim, si e ke parë, Asimja? Mendoj që ne do të kishim gjykuar ose vlerësuar negativisht opozitën, Partinë Demokratike, me që flitet në këtë rast, si pjesë kryesore e opozitës. Do ta kishim vlerësuar negativisht nëse nuk do të kishte ndërmarrë hapa të tillë, sepse po thonim që realisht në këtë lloj klime, kjo është ajo çfarë pritet që të bëjë opozita. Pastaj është çështje tjetër, ajo e aftësisë së Partisë Demokratike për të mbledhur rreth vetës jo thjesht militantët e vet, por edhe opinionin publik në tërësi. Por kjo është një çështje tjetër, siç thash, është çështje që ka lidhje natyrisht me vetë besueshmërinë e Partisë Demokratike, me vetë aftësinë për të frymëzuar, për të mobilizuar, me faktorë që kanë lidhje pastaj me një lloj frike, sikleti të opinionit të pavarur, le të themi, për të bashkuar në protesta politike, edhe një pjesë tjetër pastaj që eventualisht mund të kishin dashur të ishin aty, por nuk ishin për shkak se mund të punojnë në administratë ose janë një farë mënyre të lidhur pastaj me shtetin, në një mënyrë ose një tjetër. Kështu që, po gjithsesi vështirësia duket aty, duket vështirësia për të mobilizuar, por do të kishte qenë besoj shumë më problematike nëse Partia Demokratike nuk do të kishte bërë diçka. Opozita po bëhet në këtë moment, por është bërë kryesisht në parlament, konferenca për shtyp, emisione, por edhe kjo e sheshit duhet aq më tepër që jemi në kushtet kur opozitës në një farë mënyrë, dhe u flas për opozitën, duke flas për gjithë opozitën, Partinë Demokratike, po dhe Partinë Mundësia, si 2 forcat kryesore të opozitës, të cilave në një farë mënyrë ju është mbyllur mikrofoni, ju është mbyllur goja në parlament, duke mos i lejuar as të diskutojnë, debatojnë për çështje të rëndësishme, siç është ajo e buxhetit, ose dhe pastaj për kërkesat shumë legjitime të opozitës për krijimin e komisioneve hetimore parlamentare. Është në drejt vetë, patjetër, Partia Demokratike, aleatët e saj, opozita, le themi që të protestojë dhe të ngre kauzat, shqetësimet, pse jo edhe skandalet e majorancës, po në këtë formë dhe me këtë pjesëmarrje që pam në këtë foltore të parë, Asimja, ka gjasa që të rritet presioni ndaj qeverisë edhe të shkohet deri në qeveri teknike ashtu siç pretendon zoti Berisha, apo? Jo, nuk besoj, nuk më duket, dhe mendoj që pavarësisht se mund të jetë kërkesë e Partisë Demokratike, është vështirësisht e arritshme, dhe mendoj që me shumë gjasa as vetë Partia Demokratike nuk e pret diçka të tillë. Partia Socialiste i ka rezistuar skandaleve të tjera të mëparshme, dhe mendoj që do t'i mbijetojë edhe këtij. Çështja kryesore këtu nuk është çështja e skandaleve, por çështja e, le të themi,
rezistenca e Partisë Socialiste ka të bëjë më tepër me aftësinë e saj për të kontrolluar përmes sistemit klientelist dhe patronazhist që ka votën e një pjesë të konsiderueshme shqiptarëve. Për aq kohë sa kjo nuk preket, qoftë me një lloj frymëzimi opozitar, qoftë në mënyra të tjera, atëherë gjërat janë pak më vështirë që të ndryshojnë. Ajo çfarë mund të bëjë opozita nga ana e vet, përtej këtyre elementeve të tjera, problemeve të tjera, është krijimi një besueshmërie më të lartë, dhe kjo besueshmëri arrihet duke treguar integritet politik, integritet moral, të cilin me thënë vërtetën deri në këtë moment Partia Demokratike akoma nuk e ka ngritur nivelin e detyrës, le themi. Në rastin e fundit që pat në parlament, vihet re për shembull vullneti i qartë bashkëpunues i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste për të shkuar drejt një sistemi elektoral që njësoj siç është bërë më parë në 2008, do t'i bindën të në kokë, do të godbiste në fakt vullnetin e një pjesë të konsiderueshme shqiptarëve për të përfaqësuar në parlament me parti të reja. Dhe kjo është diçka që shkon kundër pikërisht krijimit të kësaj besueshmërie, kundër krijimit të këtij integriteti moral politik. Qartë. Avokat, me drejt, Azimja thot, në darge ishin duke protestuar përpara kryeministrisë për skandalet e majorancës, edhe të nesërmen ulën në një tryezë në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Po, nëse do ta shikojmë, le të themi, ftohtë, nuk ka ndonjë gjë të keqe që opozita të bashkëpunojë me majorancën, apo jo? Ne kemi eksperienca të këqija, prandaj edhe paragjykojmë, le të themi, marrëveshjen apo le të themi bashkëpunimin midis të dyja forcave të politikës. Më bëj një ndërlidhje të protestës, të foltores, nuk e di se si e quan ti, dhe asaj që ndodhi të nesërmen. Prap, çfarë po ndodh midis opozitës edhe majorancës që të jemi të qartë? Nuk po kuptoj se çfarë po duan ta quajnë ata, më thënë drejtën. Protestë, tubim, Parlamenti i Qytetarëve, shqutë foltore numër 2 etj etj. Nuk më duket asnjë nga këto, me thënë të drejtën. Është thjesht një mbledhje disa personave aty, të cilët më shumë është partia, janë 50 deputet, dhe me disa, po themi, mbështetës, të cilët mund të jenë qytetet e Tiranës, por jo vetëm, edhe Kavajës, Durrësit apo në vendet limitrofe. Ajo që unë mendoj që kjo është një shpikje fatikisht që është bërë nga drejtuesit e Partisë Demokratike, thjesht për të mbajtur gjallë aksionin opozitar, në mënyrë që të them që po bëjmë diçka, sepse qysh pas zgjedhjeve tashmë edhe me hyrjen në parlament nuk besoj që kemi ndonjë aksion opozitar, po themi të qëndësishëm. Pse them këtë? Do të kemi parasysh një gjë që foltore nuk mund të jetë asesi, sepse nëse do të ishte foltore, do duhet të shkojmë pranë qytetarëve, ta bëjmë atje foltore. Ti themi që çfarë ndodhi nga viti 2021 deri në vitin 2025, dhe që ne nuk arritëm për 6 muaj, paktën siç u premtua, që të zonim regjimin e Edi Ramës. Çfarë ndodhi në vitin 2025 që ne nuk fituam, pra që po themi Partia Demokratike nuk fiton. Pra, do duhet japim llogari përpara qytetarëve në një foltore numër 2, për të thënë se kush ka qenë, po themi pritshmëria, kush kanë qenë targetet, kush ka qenë objektivi, dhe çfarë nuk u arrit. Minimalisht. Kjo jo vetëm thjesht në formën e analize, po minimalisht për shkuar gjithmonë pranë qytetarëve atje, sepse tashmë Partia Demokratike është në një shok total dhe akoma nuk e ka marrë veten, dhe do duhet që në bazë sa më shpejt të riorganizohet. Sa më shumë vazhdon kjo lloj agonie, unë besoj që nuk bëjmë asgjë tjetër veçse i shtojmë jetën këtij regjimi. E para kjo. Po. E dyta ka një problem, nëse themi që është parlamenti i qytetarëve, ka një gjë, qytetarët i kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Sepse jam dhe përballë një profesori në rastin konkret dhe populli zgjedhësit të ushtrojnë pushtetin e tyre në mënyrë indirekte me anë të atyre që kanë zgjedhur pra në parlament. Nëse do duam të themi që shiko se këto nuk i ka zgjedhur populli, po i ka zgjedhur partia, dhe ju realisht keni nevojë që të bëni parlamentin tuaj, dakor, po pranojeni këtë. Tashmë gjithë kjo retorika e regjimit më duket më shumë një paaftësi, një pafuqishmëri, një plagështi totale për kapitullim. Për të thënë që nuk kemi që bëjmë regjimit, e kemi pamundur të fitojmë, retorik, me thënë drejtën, diskurs, i cili ka qenë edhe në kohën e Zotit Basha, nuk është se ka ardhur tashmë me Zotin Berisha. Kështu që unë nuk besoj që mund të ekzistojë kjo lloj alibie
e pa aftësisë atyre personat të cilët e drejtojnë këtë parti, për të thënë që shiko, ne nuk kemi të bëjmë, kjo është dorëzim, kjo është kapitullim, ky nuk është për mendimin tim për të shkuar në betejë. Dhe për ta përmbyllur këtë, e gjithë kjo retorikë dhe ky diskurs që bëhet në shesh, nuk shkon në të njëjtën linjë, pra nuk është në koherencë me veprimet që bëhen më pas në aspektin zyrtar të bashkëpunimit të jashtëzakonshëm për reformën zgjedhore, e cila nuk bën asgjë tjetër, vetëm thjesht do bashkëpunojnë, do bëjnë me reformën zgjedhore për të dominuar skenën politike dhe për të qenë pikërisht ata të dy që vendosin, këto dy parti. Dhe duke mbyllur gojën madhe të gjitha partive të tjera të vogla, të cilët dhanë shpresa që mund të ketë dhe i pol të tretë në këtë vend. Kështu që gjitha këto bashkëpunime shumë shpejt brenda vitit 2026 do bëjnë dhe reformën territoriale, nuk shkojnë pranë të tjetër linjë. Këtë ata në portuar regjimi përballet ndryshe, kërkon tjetër motivim. Nuk është ky, po themi, këtu regjim në darkë, në mëngjes më pas si thuhet që shikon se në aspekt institucional, në kuptimin bipartizan, bipolar, quhen si doni, do duhet bashkëpunojnë. Kështu që i shikoj disa gjëra që unë nuk besoj që njerëzit tashmë dhe prandaj nuk motivohet, prandaj nuk motivojnë dot. Prandaj nuk munden dot të vinë njerëzit në, po themi, në shesh. Ato tubimet masive të jashtëzakonshme, ato mitinget e jashtëzakonshme, ato besoj që do duhet t'i harrojmë sepse është shumë e vështirë tashmë. Madje o kemi pasur skandale këto kohë, ose kemi pasur kurrë. Por ama nuk motivojnë, pra nuk i ngrejmë dot se ka humbur kjo shpresa. Dhe kuptova. Dhe ky është problemi më i madh. Dhe aty flasim po deputetët. Deputetët që duhet flasin në parlament, da flasin këtu. Parlamenti qytetarëve çfarë duhet bëjnë këta? Dhe kjo unë nuk e di. Foltoria është tjetër gjë. Foltoria do të jetë pranë njerëzve atje në seksion, në kryesi, në bazë, por të shpjeguar për qoftë edhe për këtë regjimin e jashtëzakonshëm. Siç ishte e para, që sipas zotit Berisha ishte një foltore e suksesshme. Po nuk ka kuptim. Po. Kjo nuk ka kuptim. Azimja, mund na japni dikush garanci se kësaj radhe PD-ja dhe PS-ja do të bëjnë një kohë të mirë zgjedhor apo do të jemi prapë në kuadër të pazarit? Si mund të zgjidhet kjo gjë? Me ndikimin e ndërkombëtarëve, me një mekanizëm, si mund të kemi ne qytetarët një kohë të mirë, të drejtë zgjedhor? Më shkojmë dy aspekte. Një është aspekti juridik dhe tjetri është aspekti politik, pastaj që lidhet më tepër edhe me çështjen morale. Në aspektin juridik, këto dy parti me votat që kanë mund të bëjnë çfarëdo lloj ndryshimi sot në Shqipëri. Ndryshojnë kushtetutën, mund ta shpallin Shqipërinë në mbretëri etj. Nuk i mbledon askush. Në aspektin politik, pastaj aty po mund të flasim edhe për moral. Politik është tjetër gjë. Aty Partia Demokratike për aq sa mendon ose synon që të kapi dhe ose të tërheq edhe besueshmërinë e shqiptarëve, do duhet të ketë parasysh edhe faktin që këto parti të reja të vogla që me një manovër juridike siç është ndryshimi i kodit zgjedhor mund t'i heqë qafe, të mos ta bëjë këtë gjë, sepse në fakt përfaqësojnë rreth 150.000 shqiptarë që nuk janë pak. Janë diku rreth 1/4 e votave të përgjithshme të opozitës. Nuk është pak. Të opozitës po themi në zgjedhjet e 11 maj. Dhe nëse ti merr përsipër që ta bësh të lloj lëvizje, nga pikpamja juridike patjetër që mund ta bësh, e ke legitimitetin juridik, por nga pikpamja e moralit politik nuk është diçka e cila do të frymëzojë elektoratin e pavarur dhe në fakt do të ftohtë, mendoj unë, pikërisht këtë elektorat, sepse është pikërisht ky elektorat i cili në fakt ka votuar për partitë e reja. Nëse Partia Demokratike synon në fakt që ta afrojë këtë lloj elektorati, edhe në kushtet kur vetë nuk arrin ta afrojë drejt për drejt si votues të Partisë Demokratike, atëherë instrumenti më i mirë për ta bërë këtë gjë do të jetë përmes bashkëpunimit me partitë e reja dhe të vogla. Por nëse del një skenë si armik dhe luftues si këtyre partive, bashkë me këto parti mund ta llogarisë që do të humbasë edhe këtë lloj elektorati. Sepse ky elektorat e ka shumë qartë se çfarë është Partia Socialiste, në gjithë këto vite pushtet, nuk ka çfarë të kuptojë ose analizojë më tepër. Shpresat e këtyre njerëzve sot varen tek opozita. Nëse Partia Demokratike i anashkalon ose i shkel këto përpritshmëri, duke u përpjekur që të eliminojnë fakt ato parti që e kanë përfaqësuar të pjesë të elektoratit, mendoj që do t'i humbë përfundimisht.
maksimumi i efektit që mund të arrijë Partia Demokratike duke hequr dhe Partia Socialiste patjetër, se po flasim vetëm për PD-n tani, po flasim për pjesën e PD-s. Maksimumi i efektit që do arrijë është që këtë lloj elektorati do ta nxjerrë në kategorinë e abstenuesve. Por është vështirë që të marrë vota nga ky elektorat në momentin që ka kontribuar bashkë me PS-n për t'i hequr qafe instrumenti kryesor përfaqësues që kanë. Pra do të shkaktojë një lloj shkujnimi që ka i cili nuk do të përfitojë as pak. Pa folur për faktin pastaj që në një parlament ku do të përballet vetëm PD-ja dhe PS-ja, rrezikohet që të ketë një betonizim të situatës, të raporteve të pushtetit dhe të forcave që ekzistojnë në këtë moment. Shpresa që ndryshoj diçka është shpresa që në fakt të arrihet të tërhiqet në radhët e opozitës edhe elektorati gri i lëkundur. Këtë gjë e tregoj shumë mirë edhe rasti i fundit kur Partia Demokratike në fakt bashkëpunoi me partitë të tjera të opozitës për të dalë me një kandidat të pavarur dhe për ta mbështetur të gjithë. Dhe e tregoj edhe fakti që në fakt në sondazhe ky kandidat i pavarur bite edhe më mirë në fakt se sa kandidati i Partisë Socialiste. Por në thelb kjo tregonte që bashkëpunimi dhe një fitore e mundshme është plotësisht e realizueshme. Por është e mundshme vetëm nëse Partia Demokratike arrin përmes këtij bashkëpunimi ta ngrijë edhe punën e vet në nivelin e një opozite të përbashkët, jo thjesht ta monopolizojë opozitën përmes mekanizmave të tillë siç është ndryshimi i kodit zgjedhor. Qartë. Azimi, edhe diçka tjetër, se kujtove kandidatët e pavarur, a ka mundësi që t'jem vërtet pavarur, si e mendon këtë, se është një temë që ha shumë debat. Madje më duket një trend që mund të përdoret edhe në zgjedhjet e ardhshme, për sa i përket opozitës, e cila edhe nga analiza juaj duket se e ka humbur besueshmërinë, apo jo. Kandidat pavarur në Shqipëri, mund të jesh i pavarur në Shqipëri? Partia Demokratike nuk e ka humbur besueshmërinë. Besueshmërinë e ka, thjesht çështja është që kjo besueshmëri që ka nuk mjafton për fituar zgjedhjen. Kjo është çështja. Nuk mund ta çojmë në ekstrem dhe themi që nuk ka. Instrumenti kandidatit pavarur është i rëndësishëm sepse në fakt në kushtet kur shqiptarët është diçka specifike shqiptare për nga përmasat që ka, po jo për nga parimi. Edhe në vendet të tjera të botës ka një mosbesim të madh ndaj partive klasike politike, ndaj skenës politike të zakonshme. Dhe në fakt futja e kandidatit pavarur është një instrument i mirë për të krijuar një aleancë midis këtij lloji elektorati gri që nuk ka më besim tek partitë klasike dhe partive klasike pastaj që janë ato që janë që i shohim. Kështu që mendoj që është një instrument që duhet marrë parasysh, duhet konsideruar. Natyrisht me gjithë kujdesin e mundshëm, se nuk mjafton thjesht të kesh një kandidat pavarur, por duhet të kesh një kandidat pavarur i cili në radhë të parë ka integritet moral, i cili ka aftësinë për vendimarrje dhe që është i zoti gjithashtu pastaj kupohet që të përcjell në vendimarrjen e tij edhe vullnetin pozitiv për të ndryshuar gjërat në vend. Po nuk mund të jetë çfarëdo lloj kandidati i pavarur. Marrni dikë tani do edhe thjesht ta nxjerrim në skenë. E kuptova. Avokat e fundit, mund kemi kandidat pavarur apo jo, meqense hapëm këtë punën e kodit të ri zgjedhore dhe reformës. Po ja shpjegoj edhe Hasimës se çfarë konceptohet paktën kandidati pavarur në këtë skakierë politike që ne kemi. Në mendjen e popullit, kur themi pavarur, sepse askush nuk është i pavarur, madje edhe Hasimi është i djathtë. Por ama dallimi është për të thënë që është i pavarur në kuptim që ka integritet, pra mund t'i thotë jo kryetarit partisë, ka integritet qoftë edhe në, po themi në atë qasjen që ai ka. Dhe nuk është si ata lapanjozët, servilët, nuk e di, lëpirësit që rrin partisë aty kanë 30 vjet dhe janë zgjedhur 4 apo 5 deputet. Këta janë të varur, jo vetëm të varur, po thjesht kanë zgjedhur këtë lloj mënyre, kanë këtë lloj aftësie për të qëndruar afër leadershipit dhe pra ata që s'kan vota apo thua. Po pra, do të kemi parasysh që zoti Hasimi normalisht apo dikush tjetër është realisht i pavarur sepse edhe qoftë në atë idenë që ai ka brenda një, po themi, një grupimi caktuar, ka integritetin për të thënë jo dhe për të pasur realisht pavarësinë e tij në lidhje me vendimarrjen. Këta janë njerëzit e pavarur. Dakor, po si është marrëdhënia e këtij të pavaruri që ka votat me leadershipin e Partisë Demokratike, se ne e dimë se si drejtohen partitë këtu, forcat më të mëdha apo jo, me dorë të hekurt, ose kështu ose Shiko, partitë e mëdha duhet keni parasysh një gjë, që nuk është se i kanë qejf të pavarur.
duan servilët, duan këta njerëz mos kupto se kanë një qeft madh. Këto herë ishin të detyruar sepse realisht kishin humbur totalisht po themi besimin e qytetarëve dhe ishin të detyruar ta bënin një gjë të tillë. Jo se i duan fort, nuk i duan fare madje. Sepse i shikojnë më të aftë, i shikojnë më të mençur, i shikojnë që janë shumë herë më intelektualë etj. Po të shikosh ata njerëz janë aty janë totalisht mediokër. Dhe ky është problemi më i madh. Janë inferior dhe vetëm mundësi që kanë janë mënyrat e tjera. Avokat Çaça, faleminderit. Profesor Azimja, përshëndes. Faleminderit, gjithashtu. Mirë, do të shkojmë me pamjet e drejtë për drejta nga seanca parlamentare, fjalën e ka Ulsi Manja. Mbështet ndihmën